Ky emision mundësohet nga Podravka. Befasitë e këndshme krijojnë ngrohtësi rreth zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjën. Mirë mëngjesi, shikues dashtën të pasion e profesion. Erdhëm edhe të episodi i fundit i sezonit të tretë, pra finalja. Sot do ta shohim se kush do të jetë fituesi i sezonit. A është Genti, Besniku apo Landi. Ka qenë garë shumë interesante, më interesante janë vërtet prej krejt sezonave që kemi pas këtë vit, 3 sezone kemi pas. Në total këto 19 javë, tash e 12-ta, herë kanë qenë krejt barabart, një epizod dhe gjithë e kam fitu se s'ka mujt juria mi nda, dhe më thonë se cili është ma i miri, cili ka përgatit mas miti, kështu që ka qenë shumë interesante. Ta shojmë sot, ato të jetë interesant se momentalisht Genti është duke udheq me 37 pikë, kurse 35 i ka Landi e 33 Besniku. Por, sot në episodin e fundit, dhe në çdo episod fundit, në finale, kanë 2 fish pikë. Dhe më thonë fituesi i merë 10, vendi 2 6, edhe vendi i tret 2 pikë. Kështu që ka më qenë edhe ma yst ma interesant, si thënë. Po ta shohim se kënde kemi sot juri që kanë me vendosë për fituesit e sotëm. Mirë mëngjes, Fion. Mirë mëngjes. Si je? Mirë. Ti unik kesh, Fiona, ma herët ta. Ti unik kesh, që është epizodi i fundit, na këni dhejt neve me shpall fituesin e krejt sezonit. Mirë, fituesi i krejt sezonit shpallet prej krejt epizodave, dhe më thonë kjo është veç e fundit, ka ras ashtë që është e fundit. Po prap të i përfshirë. Po një shumë mira. Në jo. Qërë vendimet e vështira janë shumë të rëndësishme dhe duhet më mësu mi marë. Paj, në qësi momente jo. Për veti pak ma letë, po. Qa ki pas në vendim të vështirë, kështu mas fëshirin që i marë një jetë? Se di s'ko e maj me. Me vendosë për fituesin pasion e profesion. Po, shiqarë, të është ti qëto në listë. Ku. A i ki vështirë me vendosë qëka të me hongër? Në restoran, shpej, kështu? Jo. Jo, a? Jo qaq, jo. Okej. Pse, a i ki me rëndësi ushqimin, a? Jo, në fakt, zakonisht jam për ushqimet më atleta. Shë që i di për afërsisht prej mëngjesit që ka po du, s'kam nevoj ma një më fund me zgjeshë, në moment fundit o ku që me zgjeshë. Shë që zakonisht kajnë për ushqimet më atleta edhe... Në përgjirimet gjata e hek një se Fiona shikus dashtën e dini që është aktore, është në qaka shpia edhe gjirimet ka një din me gjatë shumë të filmave sidomos. Po. Aty, a hek një për ushqim hesh? Jo, varsisht, zakonisht i kemi të organizume për mënej prej që na e binë ushqimin, kështu që... Shumë sandviqe ose kifë. Janë. A janë? Janë. Do të më për hekshit pak. Po, dim për një dëtë dishysh. Okej. It's okay, Heke po. qafe. Shkojnë dishysh. Këtu kemi edhe Rifatin, që është një serial tjetër, është në Schengen. Ka qenë ma herët edhe në Samir. Rifat, ti, apo një është kesh kështu si Fiona që kemi vendosë? Ja, unë e për njëna pak ma shirë se unë e kom letë me vendosë për fituesin se një menut të gatshme kom ku të shkaj. Veç punën e lypi. Apo, që sa mirë. Ta pas këm qëllu sa. Jo, që po du me cekë është që e kom pak ushqimin e zgjedhën se unë jam intolerant në gluten. Edhe nuk e ha glutenin, do me thonë edhe ku shkoj në market, ku shkoj gjithë ku, qyrë diçka mos ka mill ose diçka prezlet blume ose abden, se s'guzoj me hongër. Kështu që jam intolerant në brumna, nuk muj me hongër sa ma ka mishi, sa ma ka salata. Sa ma ka pula, morët vesh? Okej, mirë. Te në Schengen vizat që po shkon, a ki vizë Schengen? Po pres me marrë ta shumë shpejt. Apo, a? Dhe ta krymë sezonën. Mirë po shkojnë shumë, Schengen vizat tash është prodhimi gjirafës. Jemi në përfundim sezonës, në fund vit kemi një muj pauzë, fillojmë me sezonën e dytë në shkurt, qështu. Na nuk hekim për bukë për ndryshe, mujna me zgjedh, ose gjell, ose tat, ose... Apo, ajo e pas këtë mirë. Mirë, po mika, keni vend për Fionën me ardhë? Në Schengen me lujtë? Me lujtë Schengen. Gjësysh. Kush ke më angër gjellë? Mirë, këto është edhe i lirë që shje. Mirë, faleminderit. Mirë ballë, jo. Episodi 36 në total. Papa i fundit, parin dhe të fundit.
Parin drejt fundit dhe... Bash. Okej, na vjen e çiksi keq me fjalë se u mësuam me kandidatët, me emocionet, me mysafirët, duke dhënë opsionet, po. E krytëm një vit me Pasion në profesion, bile hinëm pak me një epizod në vitin 2020. Sot që kanë me përgatit? Sot të 3 konkurrentët janë të pavarur. Pra, kemi përzgjedhur mishin e pulës, pra një pulë komplet, mënyrën e servirjes dhe kombinimin dhe shoqërimin e saj sipas fantazisë personale. Kemi lënë të pavarur. Pra nuk kemi punuar në për restorantet ku ato kanë pasur mentorët e tyre. Kështu që Mirë shumë, pra 11 epizode kandidatë tonë kanë punu gjithë me mentorët e tyre në Baron Steakhouse, Sarajeva Steakhouse edhe Asado Meat House, po sot kanë me vendosë vetë në çfarë mënyre kanë me bo pulën, për atë arsye edhe pi përshtatës shumë këtë dyfishimi i pikve, pra sot që vendosët edhe fituesi, pasi që janë shumë ofër, pra 37 pik, 35 edhe 33. Po shkojmë dalë nga dalë te konkurrentë të shohim çka kanë me përgatitur, në çfarë mënyre kanë me bo sot pulën. Kënë që shje? A i mirë? Dole në vend parë, ma në fund. Kënë ti mas shumë të fitore ka, po edhe mas shumë të humbje. Kë në mes i dyti nuk delë kur. Ja e prish krejt, ja. Pull pas ke. Pull kena gjithë. Qatë pullës kime përdorë? Komplet pullën. Apo, a? Komplet? Komplet pullën. Qa kime bo mbushje të pullës. E ka me gështenja edhe fruta thota. Okej, interesant. Mirë, kime na bo dhe ambelsinë, po? Edhe ambelsinën e kemi, është një podinke po drafke që kena mi përgatit. Në mi përgatit ma mirë. Mirë, shumë apo duzesh sot, se 10 pikë fituesi. Po, pak ma ndryshe sot. Pak ma ndryshe. Okej, mirë, hajde. Shimi, panderit. Ta shojmë. Bestek? Që shje? Dhe që pas ke nisë mi bo të sene, hudra ti pas ke ndo, edhe ti komplet pullin kime bo. Komplet pullin kemi bo me patata dhe perime. Okej, shumë mirë. Një buk pogace, po, me qëfar mirë? Me mirë normal. Me jogurt edhe me sot buke. Okej, ti këtove që pas ke përgatit ma herë. Që kom përgatit e kom pjek, ta është vështë edhe pak një nëzëjme të vogël edhe saj për këtë dekorit të pullës, a shkam me pullës e tamam i përshtatët. Mirë, dhe më thënë, Rifati e din që nuk ka me këta se hanë bukën, veç ka me ongër pullën. Banë edhe për Rifatin, se ka gja peja se bukës që a Rifati është. A po, a? Okej. Mirë shumë. Kështë që provojë. Edhe sot ki mundësi më shpallë prapë se prapë fitus, dhe më thënë je me 33 pikë momentalisht, 4 pikë veç mas vendit parë, që nëse e fitan sot, mund është me qenë fitusi i sezonit. Kësaj rada po thoj me rëndësi pjesëmarrë dhe shatë fitu. Me rëndësi pjesëmarrë, qashtu, kejtë humë sa thoj me rëndësi pjesëmarrë, ja, okej. Shkojmë te Landi. Landi dhe ti pullën kompletë paske? Po, komplet. Qa kemi bo pullës? Veç ka me ndo për gjysmë, ka me bo pak matë modhe edhe ka me marinu me boter. Boterën ka me përgatit me majdanës, edhe tjetër me perime. Me këto loknat e voglat Bruxellit, edhe perime tjera, që kena mi marrë tash në moll atje në market. Okej, në moll market kemi marrë qokollatë, pëse ki qokollatë këto? A këto për ambelsinë? Për ambelsinën. Okej, kime bona e poding të veçantë? Nuk e di sa që unë jetë veçantë, për mu është e thjesht, nuk është po shijet mirë. Okej, mirë shumë. Dhe mështë me podingat e podraufkës, bëhet shumë në shijet mirë. Dhe më thonë pullin kime mush me perime? Jo, nuk kam e mbush, për ona është dhe t'i ketë. E qa ka me pas mrena? Mrena ka mu qa, pulla komplet. Komplet ka mu qa? Okej, mirë, bashkë për më interesant me ditë se kështu prej shpjegimit, nuk është që e mora shumë mirë vesh që kene me bo me to, po ta shojmë pra, ta shojmë kejtë qka po ndodhë. Hajde shka një pranë shqitorin tonë në marketin ETC, mi marë produktet e juja, shpejt, edhe në moll, pemt edhe perimet e fresta. Mësara në që dashnë se marketi ETC ka gjithë shka, nuk ka vetëm produkte ushqimore, po ka gjithë shka prej teknikës e produktet ushqimore, pajisjeve të ndryshme, qas mos. Kur hini aty, rrujni se mundini me hupë së në dilni, qas është i madhë. Po edhe në mollë kemi përkrast emisionit tonë me pemë dhe perime të freskëta. Mësarani se pasion e profesion mundësohet nga Podravka. E tash do të shohim edhe për krasit ton të tjerë në një blok të shkurtër të marketingut e kthehemi me njerëz se kanë përgatit puel.
Ojte, wow, ko ka mu shumë. U përvlum. Kush e ka mush për kështë? Se një luk? Ajo, 2 kishit aty. Si dhej, me 2 luk po hanë. Okej, tash ju prezentoj dhe supa që ju vynë shumë për gjirime, sidomos, se përgatitën si qaj, për 3 minuta. Kemi të pulës edhe krem sup të zogut. Zogut pulës. Mu së vete, vëshajt. Mu vësh ma qitë në përës. Po, vës ta qita për para. Po, shumë, më interesant t'jo ljeme ka emi në zog, që kur vëdhëm sup të zogut. Që ka përgatita i bjenë. Që, veç, do më thonë, unë e kom përdosha gjithë në emision, temin, në nxez, se më vyke që ashtu për me prish pak edhe është mirë me ongërsangën dhe të lëngshme, sidomos kur keni kësi, kur keni gjërime dhe kur hani veç sandviqa ose diçka qashtu. Në shumë të mira, fini mini, që edhe të pueles. Që na, di shala zdirë dhe të shumë, që është, po dhe se e pove i bretu bënëm. Në e s'podoket. Shumë e mirë është. Kimu përfasu plus, qka mundën e mi bojë, qka i bojmë në emision këtë shpesh, mishtu me lmesa, shtes. Ka me lmesa, i kena me lmesa të këtu, me shafrane, me... Qka mundën tjetër, rozmaren në këto sena, jo. Keri. Këri mundën mishtu, po. Së dhe mës pulës, tumerik, edhe bojët shumë aj mirë. Ilera, po vjen me mu për shumë kandidat, ju prit një 3 minuta ati, për supa. Hajde. Mirë, faleminderit. Qaj t'ju bo mërë pulës? Masazh pulës? Shëm të ja bo pak masazh. Masazh? I vynë. Aje shefa masazher? Qëre, që tu një krau kam dhem, qka? Valaj me qëto durë si rëdhonë. Si me cila durë? Për që është e në maru? Me qka e bo në pulën, kalzona? Pulën e mbusha me gështenja, me fruta thotat gjitha, që i bjen lithi, badem, fiq thot, kumbull thot, edhe kajsia thota. Këtë i ki bu kështu? Edhe pak yndyrë, edhe e kom mbush mrenda. E kom mbush vëq që kjo bona më shumë. Po të regaj shikuzve që ka kom mrena? Edhe e lyva me disa erzat podravkes, bashkë me yndyrë pak. Shumë pak se ka yndyrë vetë pula për jashtë. Mrena kom i mush me yndyrë tjetër, për përgatit një yndyrë që kom i mush me shpritës këtë kohën. Oke, me shpritës ki me mush mrena, që ka këtu? Aty ka buter edhe kim. Okej. Ka pak biber, pak hudër. A dhe hudër pas ka? Po, ka dhe pak hudër. Të që li për shtë që të pruan? Ta mush i pull tjetër. Bëj salat këto. Salat? Okej, pas na ndash me mush pak edhe sheg, ndash me qitë po që harrova pak. Po, përzirë me sheg, një salat jeshile. Okej. Ke marketi janë ka plot gjërat buka? Okej, do bëj. Edhe në të ty shtes. Edhe një pyetje, punën ki me marrë me shtim fura, po? Po. Sa gjatë? Rreth 40 minuta në barë të peshës pulës. Sa gjatë. Okej. Kungulleshin s'ta shetu e preja? Po, zakonisht është e mbushne me kep, kuqe me kep bardh, karrot edhe me hudër mrena. Kep kuqe, kep bardh, karrot edhe hudër është të mbushme, me copat hudërës? Copat, normal me hudër, kështu. Këto patate ki qitanash, karrota? Tash, komplet perime do mja qitonesh, me vaj ulliri është e bome, e lyme me biber të koq, vaj ulliri, veget edhe pak biber zi. Tash edhe perimet edhe do jam i shtim furë 1 orë 20 minuta e vinë dhe restat. Okej, që kjo është përzimja që... Po që bona për mily, për skuqje të pulës. Okej, qa patë në sasë edhe njerë? Biber të koq, veget, biber zi, pleta finesht për shri për aromë, edhe normal vaj ulliri. Okej, mirë. A kina e propozim? Me në mesa diçka, jo? Ja, është i ka marinuar maksimalisht mirë, që që qovim, mund të përdoj edhe salatën... Sa gradë kemi shti në furë? Këtë 250 gradë për 1 orë 20 minuta normal dhe sa të bëhat. Okej, ubo. Hajde, shkojmë të landi. Land. Që e të përzi?
Unë këto kom përzi boterin me magdanoz, lëvore limoni, lang limoni, hudër, kryp dhe biber. Që tash? Okej. Edhe tash kena me mort edhe me mush në fillimisht në lëkur. Në lëkur. A, po, a? Po, pastaj edhe mbi lëkur. Kjo kanë si mishtu botox. Pullet. Jeshtë edhe pak se po bëhen si gji po duket. Okej, mirë, u bëhen 3 tash. S'po duket mo çuditshëm. Edhe... Okej. A, tash e shpëndon, a? Po. Me masazh miri pas këtë mund jo. Keme gentin, sidomos. Si për emision të fundit. Po zbulojnë talente të reja në emisionin e fundit. E këto veç ke laknat veç ke mja qitonash? Po, kur të shtin forme gjatë pulën. Okej. Mirë shumë. Nëse s'punësome si kuzhinjera, si masazhator. Bash. Shka dohet. Mirë, hajtë pra, vazhdoni, punoni. Mjaftueshëm. Okej. Ka marrë shumë seriozisht pulën. Shumë. Që pula veç është gati me him furr, të më thënë s'pat shumë punë, marinimi, masazha. Dhe pak relax, jak në Pasi qitë edhe speca, patate, pak ngjajshëm si besniku e paske. Po, pjesa Po mrena që është e rëndësishme e kësaj, është që t'ju kallëzoj edhe rifazit. Ama që ta? Që ka krejt që to i ka shti mrena, dhe më thënë i ka fish paska. Në shmi thonë pulës, njëre është hangër fish e dish. Po. Edhe... Gështenja të pjeknen. Pjeknen? Apo do një një për qëtëna? Ka dhe shpesh. E mërët? Për manja, hajtë për Merë. Po mi të sënë bashkë me di qartë. Edhe kështojat janë të pjekme, apo? Kështojat, gështenjat, bidojmë gështenjat, se dikush si thëtë kështoja. Unë të argjova këtë qëto për salat. Bëj pra. Njërë, qatë do mi bo tash me këta? Do mi pështel pak, edhe mi shtim furr, që mi shu pak lëngë, mas ne mi hek që mja nisë më pjek ma mirë. Okej. Fiona përgatit shpesh? Po, çdo ditë. Apo? Po. E du shumë kuzhinën, në fakt. Qëllën kuzhinë dhe ma shumë tip, do në qarë venit, a Kosovës, a të huja? Po, varet se na është kështu i përzim këto ushqimet e tona me shumë të vendeve, kështu që po normal, kuzhina jonë është ma e mira. Apo? Elfat? Ose jena mësu. A përgatit, hesh ajo? Unë du kuzhine, po më do këtë kuzhina mu në kom tënë. Apo, a? Do më do të vesh përdeshe me hongër? Unë kom qef mi po njës të bolë me hongër ka pak. Qa ki qef me hongër ma shumë të thaj pull, a ki problem me mu gjinë knese brumna këna shumë, dhe s'po mëshim me shku në drejka ndarë këtë Fiona se kjo pas ka qef Kosovë, se maron pite, kështë që pite pa gluten ma tjera. Tash në përgjithësi kështu të na kanismu në hapë këto vernet pa gluten, ka ishë më mirë, pak e ma e madhe kjo punë. Po edhe po ka pak ma shumë për gjatë gjithë njeri. Te i vonë kom pak problem, s'ko mund me hongër pa gjatë shka. Si të mos gjatë studime o këtë vetë, në duke me shtimi një salat gjelbër. Shumë problem. Qysh mu kalu këtë studimet pa burek? Qashtu. Unë jam vetë në student që kom kalu pa burek. Pa burek, po mu kam i libër të gjinisë. Qa e ti bo tash? Edhe ta masi mi hongër. Salatën, masi ti hongër. Ani po një ma shpejt se ti hoha prap. Hajde për shkojmë të Besniku. Besniku veç e ka shti pullën në furr. E kom shti pullën. Okej. Që? Mira, mi të vjen. Shumë e mirë për do këtë. Kja dhe herë para, si kur pjekë këtë pjesa rotullohet, edhe lyhet edhe herë mesës vetë dhe në shkutët në furr. Momentin që përfundon krejt, normal që sërvej. Okej. Hajde, vazhdojmë e prapë. A mu i me marrë me veti kur ta kënë? Gjithë. Me marrë në gjerim. Mi knaq kolekt e Schengen vizës. Me qëfar mille e pate? Pate me millë grunit këto? Me millë grunit, zakonisht jo me millë grunit. Okej. Më këto e ke përgatit në shpeja? Jo Po këto. gash? Qëto e përgatit? Apo, a? Më në mi përgatit të tash edhe një që do një. Po si ke përgatit të shpejt, po këto zdia mundës me hongër kë.
është ashtu, normal në popull e thojmë buknore. Në restorana i thojmë pogace. Kështu që mi provu mund është. Nuk të bëtë që ose pravak. Okej. Edhe në anë shpi thojmë buknore se vasëm një ma herët. Zakonisht ka pjesë e Mitrovicës buknore i thojmë. Buknore? Po. Okej, e ka Në përshpija për para, për Nora e ka bërë gatu mas pari. Po, në restorana buknore, gjuhën në gastronom dhe i thojmë pogace. Okej. Mirë, super. Qa kime bo për ambëlsira? Një budink me qëmsht, pak sheqer edhe kokos për mi. Përveç kokosit të mështu në sen tjetëra? Me Allah, se është e është pak në ambëlsirat e ki qef? Po. Po, që shukoj me njerë po. Ambëlsirat. Ambëlsirat shumë i dua. Jena mësu të pa në televizion gjithë të gatuar, kështë edhe kërë pash ashtë se mirë është dhe këtë ditë. Po, edhe në shpegatuim, fakt. Të vëdo se kive shëral. Si pajtes, një padin, pujtes. Mbjan shpesh që të në serial, për shambull, na i pjesë që kemi me punu me brum. E tash më pysin, a do të me ta marrë tash brumin? Ja, bo jo më rëzoni ti me brum. Edhe nga punës nga përcjell shumë fjalla pujtes që përdorit të këtë seriali, edhe nga përcjell shumë adin, zakonisht me koleget punës, e përdorim këtë. Ti ke nëntori, a? Nëntori ki jam në Schengen Viz. Me ato fjallë, që tash më i përdorim. Sa shanë shumë në mizjana në kësin seriala? Pa i pak. Që ashtu e ki skenarin, a? Aja është në vetë? Ja, është e vetë këtë. Ja, është e vetë këtë. Të landi. Atë në skenarion didaskalit shkrun 7 shame sa të dush. Jo, ti shkëm bëhet nervoz. Apo, a? Të një nën kuptohet. Kur bëhet nervoz. Okej. Fionën e pas edhe një intervjist që e ki pas të 60 sekundë, që the folë që për energji pozitive dhe krejt. Apo është nervoz në herë? Roll, shumë duhet më po nervoz që më rria nivelin e nervozës. Ka dhe njerës që bohen nervoz me njerës të ofërt, edhe dhe njerës që bohen nervoz me të huj. Me njerës të ofërt me njerës të huj jënë mirë krejt e me të ofërt nervoz. Me të ofërt si të bjanë me pas tjera probleme. Po. E që ajo më do këtë pak, du të me ndru pak që ata. Sa do në e kom pas që shtu me të ofërt du bëjsha shumë ma letë nervoz, me tjetë krejti mirë, të shenë, zbesek e kërko që i bonë. Bash. Shpirti e huj, si thoi. Ma mirë është me balansu pak. Me balansu. Qa ti bo këto? Karota ti e dy atë. Qa vesh karime tash. Po, për karota dhe për fundi kurës edhe për mil kurës me buter edhe me melmesa. Qa pat edhe njerë në buter? Edhe patote në buter pat majdanaz, levonet limonit edhe lang limonit. Të më thonë zest pas ka limonit. Shumë mirë për do këtë pula. Ty ndo këtë ka më të bo mas shpejti. Hish nuk e di. Jo maraj gati e kryti atje? Po, e ka kry, pa e ka mu pjek. Mirë. A pjo shkan lëngë pe i goje? Pak mu më të më drejtë. Tu dhezna. Stash që sa mirë, sa u shësnut me shefat tonë këto, kandidat, edhe dikuj keni me vendosë për dikon që ka me hupsë. Kitë sezonin. Edhe mu nuk e këshyrëm serialet. Si o këshyrëm serialet, Mirë, hajde vazhdo më spengoj pak ma shumë, më spengoj ma shumë. E pas ke po gati edhe qumshtin për puding, apo? Po qumshtin për puding. Okej, super. Hajde, po ikim na, ju vazhdoni, qëta kemi shtim fura, sa gjatë kemi vajt? Po, 40 minuta. Kuku, hajde. Kuku sa gjatë pas kemi prit. Hajde, vazhdoni. E nëzire pullëna? Tu pas ka djek pak? Jo, është sot se për mi këta heket. A heket, a? Po, është ashtë këtë rotëllot, heket me... Okej. Me së dhe pak mull. Me ambërsu pak, a? Me ambërsu pak, me janë dërshu edhe një tru shijen me darkaje, edhe me rotëllu, Me rotëllu? Po. Okej, me këtë krahin, hop, pak ka dal. Zakonisht në këznirat nuk sosën fërt. Po. Mirë shumë. Ta shë bloj pak me foli, dhe resa të merat zimi janë kështë vetë vetë. Bo. Edhe, kër ja hekom folin, i hekom vetë për më skuq. Okej, bo. Mirë shumë. Ma gënë në stres pak. E këto e ki përdor? Ato këtë në fund për mpijat, me qitë kullën edhe perimit për mbitë. Se këto zakonisht bëhen për salat, e fur ma për të emishti. Okej. Se për te e së me pritu? Nuk përtoj me, nuk kom dalin ashtë që shkëm qepëne.
Dhe mu kujtu konga e tejstu, se po pritoj, se priteso me pritu. Mira të këshyrim se kjo të bo diçka me avokado, qa bëjshë me avokado? Salat pak, qita salatës. Okej. Salatën me avokado, ishta ikim qëto se përna pengon. Avokado është përndyshe shumë e mirë për shnet, ka ndyrë të mirë, që është një ndyrë e mirë. Edhe do, pat... E pas ke qitë një copë ma shumë se që duhet avokados. Heke, se te përgo. Ka e hungra. E dita. Okej. Mirë. Po presim tash, po presim më bogati pullat, ja nisim edhe pak me pudinga. Po. Ja, unë më duhet me ortë qëto se u kry pula. Hajde, u kry, wow. Hajde, veç për servojmë. Për servojmë? Në pjatë. Reketin, ku e ki? Me servusin tenes. Okej. Wow, qa për vjen era e mirë. Pa do me të një mumë në ajsan. Okej, super. Edhe tash vazhdo me dëperime. Që do që s'jon shumë djekta. Jo, s'janë djekta, asnjë. S'jon djekta asnjë, a? Okej. Po thush ti. Super. A përse që një ke djekte heke? Bravo. U kry. A stojnë këtë, jo s'janë këtë karota? Jo, janë domate e amël. Jo më dëmë patate e amël. Domate, jo domate e amël, patate e amël. Se po vullën se Shqipnis, po? Kumpir e amël. Kumpir. Se kumpir nuk është Shqip. Jo, dhe. Ti pas ke bo dhe salat me mozzarella me... Po. Mirë, gati, këtë tash veç jemi gati me shku me përvu. Hajde përshkojmë të Besniku. Duel edhe pula tjetër. Hajde për herë. Okej. Kime qitë këto tash, a? Se salat franceze të ndryshe. Ka me shku pula, perimet, edhe një salat me rëkulla me to. Edhe kretë në fund një desert buding me ara dhe kokas. E pas këmë bo dhe desertin, mirë shumë. Hajde, a pe dekoron? A kimi hajk lëkurëna? Ja, qëta pak Veç qatë pjesona, asha? Ka me si keq. Kjo është komplet pula. Okej. Ku kanë tja këna lidhë me kolinë, mirë që se lidhë. Që pas këmë më knasht të hongër krejt, stafi, pul. Perimet zakonisht, kena qitë pak ujë për menet, pak ma ma dëbura të dhe ma shëndeshme. Super. Ke masa Edhe rozmarin pas ke për qitë. rozmarin ka McDonald's Trest, ka moll, kuqe, moll gjelbert. Mëll. Mirë shumë. Edhe kjo pulli bogati. Mrena ka pas, veç ta kujtojmë, ka pas kep kuqe, kep të bardh edhe hudër. Po, edhe pak karrot. Edhe pak karot. Super, super, super. Hajde të qyrim Genti, që ka bo, se Genti më ndo këtë halas se ka kry. Gent, e je gati? Po, mëllësinin e kom kry. Që kjo është amëllësina? Që është tuki. Qa kjo shlaga? Shlag. Okej. Amëllësinën e pas ke kry, kryesorja. Kryesorja është. Kryesorja o pula. Ja, dhe pula është gati. Ti pres pilot për më kryt tamon, dhe sa ta shërbejnë këta. Okej, desha të shërbejnë këta, e kryn edhe Genti. Që taktike ka Genti në fund, që me pru matë nëzetën, edhe mi mujtë këta. Shumë është, kështu do këtë shumë djali mirë, po... Qa është kjo?
koha tash edhe për me ishe ju pjatat që i kam përgatit kandidat tonë, pra e pat të tret kam pas me përgatit pull, por në mënyrën e tëne. Kjo është epizodi fundit edhe finalja, këtër do të vlerësohen me 2 fish pik, pra, sot është shumë ma me rëndësi me fitu, se momentalisht pikët janë kështu, 37 pik i ka Genti, 35 i ka Landi, kurse 33 Besniku, pra janë shumë afër. Deri në epizodin e parafundit, do të thonë 2 epizode para këtij në 80-ën kanë qenë të barabartë me pikë, që ka qenë garë shumë interesante. Po më duket që i pari e ka përfundu Landi, Landa po vjen, më na e sjell pjatën. Hajde. Ku sa shumë sene paske? Jo, 2 janë. Hajde. Shkojmë. Mirë, që veç pak t'i largojmë kështu supën, edhe këto, mirë. Hajde, mësë qitë shumë copat moja Land, se kanë mi kërku të trijat. Mirë shumë, ja pra. Një qytat domate e ëmbël. Qysh be Land mi thonë domate e ëmbël? Patates, i dhënohet patatja. Okej. Mirë. Mund është me provu fjon? Në me tegu qka po menon? Mu pak ma shumë. Pak ma shumë, si të. Mundusi. Okej. Është, dhe i fatë është gjirafe pjekun. Okej, nice, ku ka e mirë. Po, se si kalë zëmë bajerët. Mas derivati punën në serial që e prodhon gjirafa në Schengen Visa, e bile lexova gjatë emisionit bashkë më interesej ke aho gjirafa, po bojke edhe stejku i gjirafës, bifteku. Kështu edhe veç të thanish pak i ëmbël, jo karakteristikisht i ëmbël i gjirafës, që po bojke dikuj s'pipëlqejke. A do në miqit edhe pak lëkura, po jo, a veç kështu jele? A mirë, okej është. Me salot? Mirë shumë. Po? Pak. Po mdoket këtu e një gjirafë këne kana me mujtë me zonë. Po. Fjon që për mënan? Shumë mirë. Kishe shtuna i sana, kishe ndruna i sana? Më më pytë mu, unë e gjithë ishtoj me në mesa ma shumë, që që jo. Okej, e kështë bu ma me shumë me në mesa, Po unë e ha ashtu shumë gjellë. Që që garant është mirë. Në fatë shku duket? Më pëlqej shumë. Apo? Më pëlqej shumë. Nuk e di prej mesa që e kisha qitë diçka ma shumë a pak, po kështu si më përgjithsi si shije, po më pëlqen shumë. Apo? Që mu s'm ka pru heqë në pëmaj që të piru, se emisione të fundit ja ka njësë në mu me më qitë, se ma heret nuk më qitë qenë, për kalëzoj musafirve, se këta se din, shikus të din, ma shumë. Mirë shumë. Faleminderit Lan, pirunin për ta mojë. Në ta këthejmë mas emisionit. Mirë, ta është koha për Besnikun. Shkojmë shpejt. Hajde Besnik, me na shërby. Okej, shkojmë as pari me Fionën. Ladies first. Po. Zakonisht mesin e kemi të parin. Okej. Kush është ullur në mes. Hajde. Besnik sot shumë është gara e rëndësishme, jo në ka dridhën durt. Di që nuk është ku kesh, bari sot nuk është ku kesh. Nuk është ku kesh, ja. Mirë, ketë jeni ka gjatë barabartë në vërtet. Shta pak të kasitë, në mas i thash pak. Të mek. Ta është ta mi provu dhe. Ta është të të i thonë që ti pak, dhe ta është të e kritiku të dhënë, po kjo asë që i lash për vesh t'i delë. Okej, na i pjesë në mrenshme në është tamë, që mu... Okej. Që i për zakonisht dy sa e preferojnë këta. Mirë shumë. Super. Okej. Të kikë. Tomatën. Ongulation. Buka të. Hajde Fion, mund është me fillu me përvu dhe me në të gu qapë me nanë. Besnik qitë ma mu është ka krejtë ka. Hajgare, buni.
Jo. Jo, e bëj mirë, veç që edhe kallzoni çfarë pjesë po doni, se ju qet veç mirë të bardh, ndoshta doni edhe pjesë të kaçiket. Kemi pe kaçiku. A pe vren ai dallim me pe pulës tjetër? Është pak më e langshme. Pak më e langshme kjo. Okej. Pak problemi shërby kështu se na bje pak me hapësirë më larg. Mirë është. Okej. Mirë shumë. Hajde, mundeni me provu. Po vjetë që emisioni parë do më bëj ekspertë, ne. Apo? E ta këna gjetë mirë, të këna marru pullë që e ki qef. Nështë ta janis me dosht kuzhina. Në të pogoja që e shumë e mirë. Apo? Qysh ma shtin lakmi veç që së më ha. Veç që së në ha, Një shumë, dëmë për këtë pullë përdhush ma e langshme, a ka diçka tjetër në shije ma ndryshe pe melmesave, a ka hiç shija e kepës edhe e hudrës? Po, edhe e rozmarinës. Po, e ka pas rozmarinën në brenda dhe magdanozin. Mirë shumë. Për salatës diçka? Super. Salata nuk është pjesë e vlerësimit, që veç për bukuria dhe mi kalzu shikues se çka mundun me përgatitë, domethënë ka parmezan, ka rukollë edhe tomatina. Mirë shumë. Okej. E tash. Kjo është moll? Po ka. Ç'po do të rifat? A provove? Po. Në di shumë bevreni fashije pak më ndryshe, po s'pedi që është, po më duket kep. Ka kep, hudër, ka rozmarin, ka moll. Dy lloj molla është moll gjelbër, moll. Edhe molla po vret, po më duket. Okej. Mirë. Besnik, faleminderit shumë. Mundesh mi marr këtu. A, po, edhe molla është interesant. Me këta shkon. Okej. Faleminderit shumë. Ha! O kryo edhe pula tjetër. A tash bëmi gati edhe për gjendin. Hajde, Gent. Ardë si vera. Kjo nga ka me ambëlsin. Normal, gjithë kam përgatit ambëlsin, po për vlerësim, kjo ka qenë vetë si ide për shikus tonë, që mundën me përgatit ambëlsina, po dhe pudingat që i mërni për podravkës, mundën me kombinu me shlag, me kokos, me badema, me lajthia, me ara, me gjithë shka. Edhe salatë. Qësh mi thonë badema? Bajome. Bajome? Bajome. Badem i thojmë na, qështu nga kam betë. Mirë, a për shërben? Po. Hajde. Dhe nga filet e pullës është më mirë me këthy, me krallë. Kundër. Rëp. Hajde. Jo. Po është shumë e rrë. Kush është rrë? Pula. Hajde. Hajde. Po. Shumë mirë. Ide e mirë. Një perime, kështu? Po, vish ta ndaj këto. Super. Ja ki kap edhe krahën. Shumë krahën, të thëmë pula. Ja që ki pull me folë më jo. Hajde. Edhe shërbej edhe perimet. Vazhdo me prerje në gen? Okej. Super. Unë kisha dasht më japë edhe pak prej këtyre. Bushjes. Hajde. Mirë. Tash vesh mundet me provu Fiona. Më në tërgu që ka për me ndanë. Që të mundesh me afro pak? Mysafiri? E rifatit? Pas në kry. Qysh më ashtë. Mas pari mysafirit të një të shpis. A tham, me të shpis për lami, me të hujt, jemi mirë, keshem. Silemi mirë. Normal. Kërën e dërnë edhe urrin. S'ka mes. Edhe Genti s'ka mes. Ja, deli pari ja i fundit. Nuk i dyti kur s'del. Mirë. Sot pra shikus do është në t'jo përkujtoj edhe njerë që jetë qik i fiton fituesi. 6 pik vendi 2, do më thëni kemi 2 fishim të pikve, edhe 2 pik
i fiton vendi i tretë. Fjon, çfarë po mendon? Për këto? Ka edhe shi pak të omël. Shi më të omël. Okej. Nështë ta Është prej... kryesisht e omël prej frutave të thata. Mirë. Shërbej edhe rifatit, pra. Provoj rifat, na kallëzojnë çfarë po mendon? Edhe për këtë pulë, edhe pse u pak vështirë me vendosa se 3 pula. Ti shkon picë njona kisha ditë me dallu. Sallon fat? Jo. Okej. Mirë shumë. E që pudingën për majën, e? Edhe mu po më shërbena? Ue, po merë me të mirë. Që për marrë në qëtu një copë ndoj vetë. Qyri sa e ki bo mira për ndohet. Shumë ndërzanë. Që ku ki mushë? Okej. Ki pjesë. Mbushën e ki këto, a? Ha. Në fatë që të duket? Më pëlqen, nështë apse jo mund. Ma miru. Po jo, Ta ka bë me hile dhe... pak ma e langshme, se dy tjerat. Apo? Po. Pak ma... E kom mbolu pak këtu e... Mirë shumë. Na zakonisht, shikus dashtën këtu, ndalemi, i qesim kuzhinierat prej kandidatë tonë prej studios, edhe flasim me jurin tonë, se çka mendojnë, edhe ju e sheni një pjesë të diskutimit, po shumë shpesh edhe për ati diskutimi me merë në vesh se kush ka medal i pari, kush i del i dyti, kush i treti, po tash çka do të bëjmë, diresa ju sheni do reklama, na e krymë diskutimin, edhe juve veç ju lajmërojmë se kush e fiton që më jarë pak si befasima që është edhe epizodi fundit, edhe sot vendoset gjithë shka, pra cili prej kandidatëve tonë, Genti, Besniku apo Landi, do tjetë fituesi sezonit të tretë të Pasion e profesion të mundësum nga Podravka, cili do të jetë nënshkruaj edhe kontratë me njërin për restoraneve tona, partnere për 6 muaj si shpërblim. Shojmë pra do reklama në një blok të shkurtër të marketingut. Erdhe koha e vendimit pra. Kush e fiton epizodin e 12 final sezonit të tretë të Pasion e profesion të mundësuar nga Podravka. Falenderojmë njëherë shumë edhe jurin, faleminderit Fion, faleminderit Rifat, se keni pas punën më të vështirë. Kam pas punën e vështirë për me vendos pra kush fiton, pasi që kandidatë tonë janë shumë afër. 37 pikë i ka Genti, 35 Landi, momentalisht, pa u vendos, pa u marrë vendimi final, edhe 33 Besniku, pasi janë shumë afër, edhe në këtë epizod fitojnë 2 fish pikë, atëherë ky epizod mund të jetë vendimtar dhe mund të ndroj krejtësisht rezultatin. E tash, të ty tregojmë se kush e ka vendin e tretë, pra kush i fiton 2 pikë, 2 fishën e pikëve, pra thot, 2 pikë për vendin e tretë. A është Landi? Land, a jeti? Po. A jeti në vendin e tretë a ju? Nuk e di. A vo? Vesh ta këshyrim veç pak? Të ngullë pak? Si jam të morë fri? S'pas ke zemër. Qysh në emision të Podravkës, zemërin, logo e ka ti s'pas ke zemër. A i ki knej? Me des. Me des, okej, mirë. A është Landi? A është Besniku? Besnik shpënijesh? Mirë. Mirë ka shku në vërtetën e pjesëmarrja ka qenë rëndësishme shumë këto dhe keni qenë shumë të afër. Shumë, edhe ende keni me të afër, do më dhëmë vesh 4 pikë dalim mes të parit edhe të fundit, momentalisht je i fundit, me 33 pikë. A na i dhënohesh me dali i fundit prap? Ja. Apo? U përbive pak kështu, shtrëngove dhëmë. Dikush do të me fitu. Dikush do të me fitu, okej. Ma mirë me thonë dikush do të me fitu se unë do të me fitu. Ja, dikush do të na Unë e kom punën më atletë, këto në gjithë jem fitu, se edhe në sezonin e ardhshëm jam. Gent? Interesant, ja ki nis me fitore, do më thonë ke i pari, të një ke Besniku i pari në udheqe, të një ke Landi në udheqe, të një u ktheve ti prap. Ti ja fitoj që ja upshe, ja i pari, ja i treti. Ti ke që pikë. Qësh po një stat? Mirë. Mirë? Mirë. A vëdutësh? Cili durt? Ja, s'ka. S'po dridhët, ha? Ko ke për kirurg? Ki pas që vënërë më marë për me mjekësi? Jo. Jo, a? Okej. Mirë, po mëshë, basi s'po të dridhë kanë durt. Okej,
vendin e tretë, sot, kush e ka? Jom të është ty shumë. Okej, vendin e tretë sot, pra kanë qenë afër. Juria mendoj, nuk ju tregum çka diskutimet, po kur diskutum me ta, mendoj që kanë qenë shumë të afërt, edhe pjatat kanë qenë të afërta, po veç nuanca ka pas dallim. Vendin e tretë sot e ka Genti. Vjen kesh Gent, po ato pjesë të ëmbla me ushimin, me mishin e pulës, nuk mendoj Juria që u lidhen shumë mirë dhe nuk i flajshin shumë. E tash do ta shohim se kush është fitues pra i episodit sotëm, po kush është fitues i episodit sotëm do të jetë fitues edhe i sezonit të tretë. Pasi që Genti tash me 2 pikë, prej 37 i bën 39 pikë, kurse fituesi ta shohim është Besniku apo Landi. Dhe fitues i episodit të sotëm dhe i tërë sezonit të Pasion e Profesion është Besniku. Hajde Besnik për hajrë. Faleminderit. Urime. Shumë faleminderit. Lan, na vjen keq? Na ndodhi edhe kjo? Po ka qenë sa shumë interesant që sot këtë herë mos të kishim pas pikë 2 feshta, kishë ndodhë që të tret me këtë radhitje i kishit pas nga 38 pikë. Do të tret kishit qenë me pikë barabarta. Kjo duhet me qenë një ngushëllim i mirë dhe për vendin e dytë dhe tretë, se keni qenë shumë të barabarta dhe që na ka pëlqyer shumë gjatë këtij sezoni. Apo Elir? Profesionist, kam punu gjatë kohës shumë mirë. Po. Edhe kemi kalu shumë mirë, asnjëherë s'kena pas ndaj përplasje, ndaj si s'ka. Vetë ke harë 3 kanë njerë korupsh, a? Ti me ke... Kur e marrë i pikë, me të 4. I me të ke mas shumë të këtira, Besniku, ta? Hadini këtu se bashkë kena këtë barabartë. Përgëzime. Hajde. Na që ka ponëm, gjatë pauzës të marketingut i pëtëm edhe, në më thonë, kandidat vetë, për cilën pjatë t'jujen kishit votu. Në vërtet, Genti se kish provu, po edhe Landi ja dha dorën Besnikut për sot. Do të thonë që ka bu pulën më të mirë. Vërtet. Po. Momentalisht, do të thonë, spit përmendin pikë mos e me 10 pikë, do të thonë deli i pari ka 43 pikë, kurse i dyti me 41 i kiti. Do të thonë i pate sa 35, edhe 6, 41 pikë, edhe i treti me 39 është Genti, po ju thash pra, mos të kishte qenë 2 fish, pikë mos kishin qenë këtë herë, atëherë ishin qenë të këtë barabartë. Ko që kanë qenë barabartë, a? Startuam që në fillimi fjallë si grup, ishte një grup që u bën 3 herë që do dilnin barabartë dhe kjo sjellë atë pjesë që të 3 konkurrentët ose emisioni i arriti qëllimi i tij. Drejt fundit përfundimi është që ky është qëllimi që të gjithë të arrin të gatuajnë shëndetshëm, mirë dhe me cilësi, duke përdorur dhe të gjitha elementet përbërës që ofron toka, ofron mendja dhe dija. Gjitha këto elemente përbërëse mas mirë të na kanë sjellë në studio tona edhe për krasit tonë. I kemi pas pra Podravka që është për krasi kryesor dhe mundësuesi i këtij emisioni, pra me gjitha produktet e tyre, me supa, me melmesa, me gjitha të tjera që i kemi në shtëpi tërkohen dhe i përdorim çdo ditë. Pastaj kemi pas edhe marketin i TC me produktet e tyre, s'kan vetëm ushqimore, por kanë gjithçka atje, edhe elektronike. Kemi edhe në mall, me pemë dhe perime, falenderojmë edhe Gorenian, që na ka përkra në fillim, edhe Kandeon, që na ka përkra për studio, Perfeton, Floilin, Borën, e plot përkras tjerë gjatë këtyre 3 sezonëve, këtyre 36 epizodeve. Ilir, falenderit shumë. Falenderit, kënaqësi. Besoj që keni mësu diçka, keni mësu në sen? Se është ndryshe kur del. Shumë këna mësu, po edhe për profesori Ilirit, për këshillat që na ka e profesori Iliri, po këna kriju edhe një shoqni, një do njerëz të ri që si... Do më dhe s'ka, nuk ju ndohë rrugë për i këtujit. Ja, shumë më mërmeja që rrugë shoqnia pëse... Me folë prapë nëse shijen në rrugë. Jo, nëse shijen, po do të takuam në janë. Do të që do të alëm këtë. Mirë shumë, falenderit të juve shikues të dashur që na keni përcjell pra gjitha këto 36 epizode, 36 javë, na keni përcjell në Pasion e Profesion. Shihemi për sezonin e ri, pra, që fillon diku ka pranvera. Kemi edhe 36 epizode tjera për vitin 2020. Urime edhe njerë, 2020, ditën e mirë. Shkova.
Ky emision mundësohet nga Podravka,